Qëto pare, do të qëto 60 euro të padis teme, a shkojnë përsëri në bugjet? Bugjetin e Republikës Kosovës. Bugjetin e Republikës Kosovës. E i cili bugjet prap se prap i ndonë parët për gjyqësorin. Ligji për ndarjet bugjetore. Do të thot prap se prap, nuk është çështja që hajde ti morëm do pare pak ma shumë të pasurojmë gjyqësorin e të rritëm cilësin gjyqësor të ndreqëm objektet e qka po di. S'ka ndërlidhje këta. S'ka ndërlidhje, prap se prap është direkt për Ministrinë e kushtimisht, për Ministrinë e Financa, për thesarin, sepse parët shkujnë thesarë. Vlera tash... A mund të ketë dekurajem gjyqtar? Avokati po thotë që po, edhe shoqënia civile ka qasje që kjo edhe mundet me ndiku edhe në mos realizim të drejta. Këshilli gjyqësor i Kosovës ka nxjerrë një akt i cili kategoritë ndjeshme... Nashta kosto e nalt i dekurajon ata që thojnë adin qysh s'pe bëj që të pa dijet se e kumbo 20 euro tash më kushton 60 euro s'pe bëj jetë. Edhe ashtu po duhet me pritë se mesin e vetë gjyqtarëve prokurorëve të ki kanë erë që diskurs që thojnë s'pe bëj pa di se... Kjo që po thoni 5 vjet, jo nuk duhet 5 vjet. Është mirë me tregu edhe për rezultatet. Rezultatet e fundit, edhe në fushën penale, edhe fushën civile, edhe fushën ekonomike, trajtimit landëve, ne kemi synimet tona për ulljen e viteve të pritjes. Normalisht, që mi presim. Prej nivellit gjykatës themelore. Jo, ne po e themi si mendim të personit, do të thotë, jo se cili person i den trendet që i dim ne në këtë studio. Mirë, po shumë e thjesht, thot një padi po më kushton 150 euro, 200 euro, ku me dit a e fitoj, a se fitoj, edhe pse jo. Këto e fitoj, a se fitoj, do të me buni vërgjësimi. Është çështje tjetër, kur e marrë drejtsin, bëha ki jënë mosh i shtyrë, edhe jënë shpenzimet shumë të mëlloja. A pranojnë drejtësi? Qasja e qytetarëve, karshi shërbimeve, është qasje e garantuar në kushtetuese ligjore dhe që e garanton edhe vetë ky udhëzim. Nëse një rast vërtetohet se gjendja e tij ekonomike përkeqësohet si rezultat i pagesës së taksave, e keni rregullën përjashtuese të udhëzimit për taksat gjyqësore. Ama tash na... Ne kemi problem në këtë, në më thonë ne po ofrojmë, si pas saj ne po ofrojmë shërbime gjyqësore të lira për persona që nuk kanë mjete për me pagu. Dakor, për kategoritë të caktume. Po qka për shtresat e mesme të qytetarëve, qka për bizneset e vogla dhe bizneset e mesme. Dhe më thonë, ne po ofrojmë shërbim gjyqësor për ata që nuk kanë mjete për me pagu, edhe ata që kanë shumë mjete me pagu. Po na mungojnë, do më thonë, 2 kategoritë të personave, edhe persona fizik, edhe persona juridik, do më thonë, pingarkojmë më shumë se sa që ata mune me bajtë. Në këtë rast. Dhe më thonë, nuk është, unë besoj edhe parimin ndërkombëtar nuk na qojnë drejtim që sistemi gjyqësor duhet më ofru gjyqësi efektive me kosto të ulët. Për shkak se qytetarët janë ata që me taksat e tyne ndatë dhe buxheti, edhe për këshillin gjyqësor përmes buxhetit shtetit. Kështu që tash ta ngarkosh edhe një herë qytetarin më shumë se sa që mund ta përballoj dhe me shumë ajo proporcionale nuk është në rregull. Udhëzimi administrativ për taksat gjyqësore që është nxjerrë 2007, nuk po du me thonë 2017, nuk po du me thonë që ka qenë udhëzim i keq ose nuk është analizuar. Ne këtë udhëzimin e ri për taksat gjyqësore, besoni e kemi trajtu... Nuk u pa të analizu fort të jaj 2017-ës. 2017-ës. Ajo qka është e rëndësishme, po të nësohet që këtu ka pas një analizë, diskutim të gjitha niveleve të gjykatave. Ka pas diskutim edhe me shoqërinë civile. Ka pas 2 konsultime publike, cilat i ka marrë edhe kryesuesi i Këshillit, së bashku me kryetarin e Komisionit për Administrim të Gjykatave. Po ashtu, ka pas edhe mundësinë 2 herë me dhënë komente. Kemi pranuar disa komente, Komisioni për akte normative. Po ashtu i ka trajtu, i ka integru komentet të cilat janë pasuru. Dhe qëllimi i këti udhëzimi ka të lidhët edhe ka për shembull disa kategori për shembull të bizneset, struktura e tjerë, që thot për shembull, shqyqa, nuk i kam parët qëtash ndoshta për me pagu
vendimin gjyqësor, e di që rastin ka me hup në apel, mirë po thjesht po e bëjnë një ankes, ne të pret edhe një vjet, a 2 vjet në apel, e tani e paguj. Dhe në këtu situata, nëse evidentohen këto probleme specifike, që subjektet caktume po keq përdorin me këtë drejt, ose nuk tazom, kushtimisht po them, kompanitë e sigurimeve nuk po i ofrojnë në nivel të mjaftueshëm domët për shkak se po thonë shkojnë në gjykatë në shpenzimet e lira, në rregull të shtrajtoj dhe përmes kësaj mënyre i inkurajon kompanitë e sigurimeve që ose me ofru kompenzim real, ose me shku me procedurë të ndërmjetësimit. Mirë po, unë nuk e shoh që të analizë në që të udhëzim administrativ. Unë e shoh një ngritje, një trajektore, do të thotë qysh kanë shku ngritja e gjitha produktet, tu fillu pe produkteve boz, tek gjithë shka tjetër se na ka shtrajtu jeta, jenë shtrajtu gjitha qështet, jenë shtrajtu edhe taksat. Ata po dhojnë është shtrajtu rryma, është shtrajtu nafta dhe po i ngrisim smimet. Këtu tash, arsyja që po e kërkojmë, po besoj krejt, edhe debati që është ngrite, po vazhdon me u diskutu, është që kjo. Nëse u konë 50, pse u boj 60? Nëse u konë 20, pse u boj 60? Nëse u konë 1.000, cila ke arsyeshmëria me bot 80.000? Unë betem veç në këtë... Që kjo është me pas një indikator, në qka është bazu në kuptim të diskutimit publike, kisha që ky udhëzim administrativ çaq ka rëndësi dhe çaq prek qytetarët e Republikës Kosovës, grupet e interesit, so nuk mjafton të bëhet një diskutim publik klasik përmes kryetarit komisioni për administrim gjykatave me gjyqtar apo me shoqërinë civile. Domethënë, ajo prek mas pari bizneset. A ka analiza është ekonomike mbi të gjitha. Me odat ekonomike, me qytetarët, me avokat, me të tjera, dhe jo vetëm të vendosën në website-in e Këshillit Gjyqësor, ku ka mundësi secili të ofroj komentet e veta. Jo më në proaktivisht. Për shkak se, do më thonë, në të gjitha shtetet në region kemi ligje që rregullojnë këtë çështje. Dhe tash, nëse një autorizim publik tu ka delegu si një institucioni pavarën, atëherë nuk mundesh ti diskrecionin tënë me shprej me shifra të lartësi kaq të madhe. Për shkak se ne do t'jemi dëshmitarë dhe unë e besoj shumë që në statistikat e para të Këshillit Gjyqësor për 6 muajin e parë të këtij viti, do ta shohim refleksionin që ka me bëu ky udhëzim. Edhe jam i bindur që kemi pas numër shumë të vogël të rasteve, sidomos në gjykatën komerciale, se sa që kemi tash. Dhe nëse flasim edhe për parashtresat të cilat janë liruar nga taksat, kemi të bëjmë me rastet që janë më të ralla në gjykata se sa e dim, na gjithë e dim që në praktikën gjyqësore, që kryesisht gjykata është stërmbushur me lëndë të karakterit pasuror. Vërtet impronësie dhe çështjet e tjera, domethënë është numri më i madh i tyre. Dhe numri më i madh i tyre kemi taksat e rritura, kurse në disa parashtresa që janë më të ralla, atëherë kemi mungesë, numri më i madh i lëndëve brenda sistemit është në fushën e kontesteve të punës dhe çështjet e pagave jubilare, çështjeve të tjera. E të cilat kanë taksa. Duhet ta dim ylli se ne po hymë në një fazë ku nëse nuk e harmonizojmë legislacionin e para mbi bazën e kritereve, nga njëherë mund të kenë kostomat lartë, nga njëherë kostomatol, për shembull po hymë në çështjen e kodit procedurës penale, nëse e marrim parasysh shumë pak vepra penale, tashmë nuk janë përfshirë mbrojtja e detyruar, se ta ka prek 5 vitin si të prek automatikisht. Mirë po për këtë çështje ndoshta më kujdes vendi kur e ka miratu kodin. Kostimi financiar që nuk ne duhet me pas parasysh secili akt i cili nxjerrët edhe nivelin ku vendit, ligjet, po ashtu edhe aktet në ligjore që vetë rregullojnë sistemin, duhet kenë edhe planifikim respektivisht kostim financiar, sepse është standard evropian. E para, e dyta, është e rëndësishme të themi që udhëzimi administrativ 2017 ka qenë një udhëzim i kohës, por ne mendojmë edhe vlerësojmë që tani kemi nxjerrë një udhëzim administrativ i cili është analizu në mënyrë të hollësishme me gjithë personat që prek, personat fizik dhe personat juridik që i prek.